Asociacioni Gazetarëve të Kosovës edhe një herë dhe gjatë gjithë kohës qëndron në përkrahje dhe solidaritet të plotë me gjithë kolegët e Radio Televizionit të Kosovës. Është për keqardhje që jemi në mesin e muajit nëntor dhe pagat e kolegëve, 700 kolegëve të Radio Televizionit të Kosovës ende nuk janë ekzekutuar. Ka qenë një krizë e paralajmëruar, e pritshme dhe e gjithë përgjegjësia për këtë krizë bën në qeverinë aktuale të Kosovës, në qeverinë në largim, që njëjtë kishte rezistuar në korrik për të gjetur një zgjidhje duke insistuar në kuvendin dhe njëjtë po insiston tash për të krijuar komisione parlamentare në një kuvend që është i konstituar, por që nuk ka një qeveri të votuar në kuvend. Thirrja jonë është absolutisht për kryeministrin në detyrë Kurti, që e ka në dorë bashkë me ministrin e financave, të gjejë rrugë ligjore për të ekzekutuar së paku edhe për 3 muaj shtesë buxhetin për Televizionin e Kosovës në mënyrë që gazetarët, kameramanët, montazherët, gjithë stafi i Radio Televizionit të Kosovës të paguhen. Këtë shohim në fakt, këtë situatë shohim si një presion shtesë të lëvizjes vetëndosë dhe qeverisë së Kosovës ndaj transmetuesit publik RTK. Kjo qeveri dhe kjo parti politike tashmë ka ndikim të madh politik, e shohim në bazë ditore edhe në përmbajtjen e lajmeve dhe përmbajtjes tjetër të Radio Televizionit të Kosovës, dhe këtë e shohim si një presion shtesë, pra presioni politik që ka qenë i pranishëm për vite të tëra tashmë po shndrohet edhe në presion financiar, dhe kjo është e papranueshme. Edhe raporti i raporteve pa kufi, por edhe raporti për vendin i fundit e nxjerr në pa faktin që televizioni publik i Kosovës ka lënë në vështirësi të mëdha për shkak të paqëndrueshmërisë financiare. Ne bëjmë thirrje që pas një votimit të një qeverie të re të ketë një ligj të ri për RTK-n, i cili do të sigurojë një herë përgjithmonë edhe çështjen e ndërtesës vendit. Ne dimë që kolegët e Radio Televizionit të Kosovës punojnë në kushte shumë të vështira. Duhet të ketë një vend të përhershëm dhe me kushte të pranueshme për ta bërë punën e tyre. Përkrajmë edhe grevën e paralajmëruar, por shpresojmë të mos vi deri tek kjo. Pra thirrja jonë është që tashmë edhe që ka përfunduar fushata për zgjedhjet lokale, të ketë një përkushtim të qeverisë së Kosovës për të gjetur një zgjidhje për të evituar këtë grevë, por nëse greva ndodh, jemi absolutisht në përkrahje. Është një prej formave sindikale të protestës dhe ne përkrajmë që për 1 orë ose më shumë në ditë, në fakt, të gjithë punësit e Televizionit të Kosovës të mos bëjnë asgjë si shën proteste, pra të mos punojnë përderisa nuk i marrin pagat e tyre. Faleminderit.